Ajri ndotur mbetet një nga sfidat më të mëdha të Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, pranoi ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, duke zbuluar se Tirana është mes qyteteve më problematike. Është Tirana për shkak të 3 elementeve që është transporti, ndërtimi, por edhe rritja urbane e qytetit dhe kemi qytetin e Korçës. Problematik më vete mbetet dhe cilësia e ujrave për shkak të trajtimit të ujrave të ndotur. Po Gradeci dhe plazhi i Durrësit janë në krye të listës. Është një investim që po kryhet jo vetëm në ato investime të mëdha kritike që bën shteti, por edhe nëpërmjet depuratorëve që çdo biznes i cili ushtron funksionin pranë zonave bregdetare do duhet të vendosi në. Lidhur me menaxhimin e mbetjeve, ministri theksoi asistencën europiane për adresimin e kësaj problematike me standarde të larta. Duke u rikthyer tek zjarret në landfille, paralajmëroi një plan masash nga ministria. Një mas për rritjen e cilësisë së ajrit dhe përmirësimin e standardeve mjedisore, ministri konsideroi rikthimin e fidanishtes shtetërore dhe planin kombëtar për ndryshimet klimatike. Është një domosdoshmëri absolute kombëtare, sepse ne duhet që të zgjerojmë jo vetëm ripyllëzimin në territoret e degraduara nga zjarret apo nga erozioni, por ndërkohë duhet edhe të ripyllëzojmë dhe të vendosim pyje pranë infrastrukturës rrugore. Është një plan kombëtar 10 vjeçar, 2026-2036, i cili ka përcaktuar 66 masa prioritare. E përballë të gjitha këtyre problematikave që e bëjnë kapitullin 27 negociues me Bashkimin Evropian më të vështirin dhe të fundit që pritet të mbyllet, ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj theksoi mbyllje brenda afateve të dhëna. Sipas ministrit, deri më tani është parafruar 1/3 e të gjitha akteve ligjore që duhet të miratohen, teksa theksoi se synohet dorëzimi të gjitha akteve brenda muajit nëntor.